Kje deliranti kryeministër nga kërkoj besën. Jenë më të shtrenjtë që ka ky kom besën. Duhet i kujtojmë që besa nuk i jepet tek mashtruesit dhe tek ata që na hanë besë. Prandaj besa nuk është për ty o mashtrues. Edi Rama, ti dikur përdose fjalën e shenjtë rilindje, për ne na ke mashtruar. Dhe tani delirant, në delirancin tënde ti kërkon të përdosësh e fjalën më të shenjtë që ky kom ka besën. Ti me një kod moral zero, ti që na ke pyer, na ke quajtur agent terrorist, sora e korp, ti që na ke quajtur të pashpres, tani vjen dhe na kërkon besën. Ndaj kujt? Ndaj ne jemi në ditën e 56 në shesh, paqësisht duke kërkuar vetëm një gjë, largimin tënd pa kushte. Dorëheqje! Dhe mos harroni kush jeni në të vërtetë. Edi Rama dhe Sali Berisha, jeni një dhe i njëjti sistem. Ju jeni dy fytyra të së njëjtës medalje. Ju, si koka e një gjarpri, e keni helmuar këtë kom dhe këtë popull. Kjo protest nuk është vetëm kundër njerit apo tjetrit, po kjo protest është kundër sistemit tuaj dhe kundër jush. Ti dhe banda jote parlamentare dhe kori i zhabave nuk latë gjë pa thënë për ne. Dhe tani kur she se toka po të dridhet në këmbë kërkon besën tonë. Dur të kesh. Besa është e popullit. Jo e atyre që e tradhtuan. Ju jeni dy tradhtarët e këtij kombi, Sali Berisha dhe Edi Rama. Ju jeni sistemi i korruptuar. Jep dorëheqjen, si e vetmja rrugë zgjidhje që ti mund t'i japësh ti popullit. Prandaj, të dashur bashkëdhetar, të dashur nëna, baballar, motra, vëllezër, të rinj, ne nuk duhet dorëzohemi. Dorëzimi ton është humbje.